kjo video do jetë dedikuar vetëm për t'ju treguar se si mund të bëjmë një depozit në brokerin trading. Duhet të dimë që në brokerin trading ne mund të depozitojmë direkt në accountin që duam, për shembull në accountin që krijuam ne, ose mund të depozitojmë në walletin që kemi në trading, që është një wallet që depozitojmë, dhe më pas ta përdorim për ta transferuar tek accounti që ne krijuam. Pra, walleti është ky, është 0.000, dhe ajo çka duhet të bëjmë ne është të shkojmë te ky opsioni këtu, deposit. Normal minimumi është $10 dhe maksimumi është $10.000, pra nuk mund të depozitosh më shumë se $10.000 as më pak se $10. Dhe për shembull vendos një shumë, $50. Metoda se si mund të bësh këtë depozitim është ose me kartë ose me kripto, gjë të cilën ja u tregova që ishte një gjë shumë e mirë për sa i përket brokerave, sepse ka brokera që nuk e kanë opsionin e kriptove. Dhe për shembull e zgjedhim kripto, zgjedhim se ku do e depozitojmë, për shembull nëse klikoj këtu, është llogaria që ne krijuam së fundmi, po unë dua të depozitoj në walletin kryesor dhe më pas nga walleti të bëj domethënë pjesën e transferimit nga walleti tek domethënë accounti që krijuam. E bëjmë depozit dhe më pas hapet një dritare këtu që të kërkon çfarë kriptoje do përdorësh, e vendos për shembull Tether TRC20, e bën Pay Now, dhe del këtu adresa se ku duhet t'ja dërgosh, del edhe me këtë QR kodin. Thjesht më pas janë procedura që duhet t'i bëni edhe vetë, duhet t'i dini thjesht nga aplikacioni juaj, walleti juaj, vendosni walletin, vendosni shumën, vendosni networkun që është Tron, dhe më pas bëni depozitën dhe depozitimi bëhet shumë shpejt. Besoj $2 fi ka, domethënë të kërkon një $2 fi dhe kështu ndodh. Edhe me kartë besoj është shumë më lehtë, vetëm një moment, ta bëj refresh. Ta shohim main wallet, deposit. Po, dhe vendos këtu të gjitha ato, domethënë numrin e kartës, expire date dhe security code dhe emrin, e më pas bëhet domethënë komplet depozitimi nga kjo. Kështu që kjo është e gjithë procedura se si ne mund të depozitojmë në trading në brokerin trading shumë thjesht. Tani do ju tregoj në videon e radhës se si mundet të tërheqim.